Unë jam këtu me Shirley për të siguruar që ju keni president ose presidente dhe shpresoj që kjo do të ndodhë para se të largohem. Dhe nëse nuk ndodhë kjo, do të jeni në vështirësi shumë të kaq ndërlikuar ka qenë që të bëhet një shtet si Kosova. Tani duam që ta kemi një Kosovë kombëtare. Nuk na nevojitet vetëm një shtet, na nevojitet një këmbë. Dhe ai këmbë tani po sulmohet nga armiqt e shqiptarëve. Dhe ne jemi këtu sepse tani për tani, ligjërisht, dikush mund të argumentoj që shteti i Kosovës nuk ekziston për shkak të mënyrës se si janë zhvilluar gjërat, për shkak të zgjedhjeve të gjitha gjërave të tjera. Nuk më pëlqen ta them këtë, por duhet të jemi të kujdesshëm. Unë vi nga New Yorku, jam rritur dhe kam lindur dhe jam rritur në Bronx. Prindërit e mi janë takuar në një treg ushqimor në Bronxin jugor dhe kam punuar atje si 8 vjeçar deri në 10 vjeç dhe kam mësuar shumë për jetën në atë mënyrë. Dhe dua ta dini që është diçka që duhet ta mbani mend. Që kur jam zgjedhur unë, kam qenë në një distrikt që ka pasur aq shumë vështirësi dhe probleme, sa që është dashur të debatoj me 10 persona të ndryshëm dhe të gjithë janë zgjedhur për diçka tjetër, si antar të asamblesë, si domethënë në role të ndryshme. Dhe kam punuar shumë në mënyrë që të arrij dhe dua t'ju tregoj një fotografi të 10 personave duke përfshirë shefin e stafit të kongresmenit kundër të cilit kam kandiduar. Kjo nuk ka qenë e lehtë, kështu që mos e merrni si të mirëqenë. Unë jam këtu me Shirley për të siguruar që ju keni president ose presidente dhe shpresoj që kjo do të ndodhë para se të largohem. Dhe nëse nuk ndodhë kjo, do të jeni në vështirësi shumë të mëdha, sepse tashmë keni armiq të cilët e kanë për synim të shkaktojnë probleme të tilla në Ballkan. Kështu që kjo tani nuk është koha që të flem, është koha që ta mbrojnë vendin që dikush tjetër të mos ua marrë.